nuk ma lejon pjesa e prezantimit, nuk e di, do ta provoj ta bëj një herë share. Sekond. Ndjes. Ndonjëherë teknologjia sa e mirë është edhe drejt kemi motor. Në fakt unë ndërkohë që po kërkoj prezantimin tim, nuk e di, në fakt më la shumë bresa shumë të mira prezantimi e profesoresh Godos, sepse shumë e vërtet neve nisemi nga të themi nga vetja jonë, ta nisim nga vetja jonë, nga pjesa e behavior apo sjelljeve që ne duhet të kemi, dhe ishte shumë qasëse pjesa që biznese shumë të vogla në qytete siç ishte Librazhdi me sa theksoi profesoresha, kanë të qasjen e të pranuarit të një ndërhyrjeje, sepse duhet të dim shumë mirë që komunitetet tona janë pak skeptike kur flasim për pjesën e futjes së diçkaje të re në komunitet. Dhe kjo është shumë e vërtetë që së pari duhet të edukojmë veten tonë, ta besojmë atë që jemi duke bërë, më pas ta transmetojmë atë nëpër komunitete, sepse këtu flasim pjesën për komunitete që mund të kenë një kapacitet për të kuptuar atë çfarë ne jemi duke transmetuar, po duhet flasim edhe për komunitete të cilat janë me një kapacitet, nuk dua të përmend terma shumë të ulët, po një kapacitet të ulët të perceptimit të tyre për pjesën e reduktimit të plastikës, edhe pse ajo është një ndikuese. Unë do flas për pjesën e Durrësit, por nuk e di pse Albana mund të ta kaloj prezantimin, ndërkohë që do të them, fakt unë flas nga Qendra e Zhvillimit Shoqërisë Civile Durrës. Qendra e Zhvillimit Shoqërisë Civile Durrës është një organizatë e vogël, themi, lokale. Një sekond. Ta teknologjia. Nuk do. Okej. Në fakt ne kemi të fokusuar të gjithë idenë tonë në reduktimin e plastikës. Zakonisht po të shohim edhe nga statistikat, Bashkia e Durrësit është një nga bashkitë të cilat prodhon diku rreth 700.000 tonë mbetje gjatë gjithë vitit. Kjo për arsyen e vetme sepse kemi atë që themi detin tonë të famshëm, detin Adriatik, dhe të gjithë prurjet që vijnë nga basenet ujore të Gruagderdhjes së Ishmit sjell pjesën e mbetjeve të mikroplastikës. Nuk e di pse prezantimi nuk do sot që të prezantohet. Migena, ma niste emaili im. Po, ja vetëm një sekond, unë do të kërkoj vetëm një sekond sa të ta dërgoj edhe do rinis. Vetëm një sekond. Alban, shenjër, sërdi? Ndërkohë që Albana mund të vi prezantimin.
Mund të vazhdosh ti. Okej, po. Në fakt, unë kisha nisur prezantimin tim me një shprehje shumë të bukur të Leonardo da Vinci, është uji që është forca kryesore e lëvizjes së gjithë natyrës, dhe janë pikërisht këto shprehje që ne na motivojnë për të nisur atë ditën tonë, për të nisur atë çfarë ne kemi si qëllim si organizatë apo edhe vetë si persona. Durrësi është një nga qytetet më të ekspozuara ndaj ndotjes plastike për shkak të disa faktorëve kryesor, ai që është kryesori është turizmi, është aktiviteti urban dhe mungesa e filtrimit efektiv të mikroplastikës, që edhe Albana e përmendi në prezantimin e të gjithë projektit të madh të Mission for Water. Disa nga problemet kryesore që ne hasim si qytetarë të Durrësit është rritja e ndotjes nga mikroplastika, nga presioni i turizmit sezonal. Dihet shumë mirë që të themi Durrësi ka një turizëm sezonal jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë dimrit. Gjithashtu një problem kryesor që ne e shohim për të përditshëm është sistemet kufizuara të filtrimit të ujrave, sepse edhe filtrimi i ujrave ka një potencial shumë të madh në pjesën e reduktimit të mikroplastikave. A duket? Okej. Ndoshta unë kam edhe problemin me internetin tim. Mbetjet e plastike që përfundojnë në det dhe lumej. Në slajderin e tretë, disa të dhëna për Durrësin, ashtu si kundër e përmenda, plastika përbën ndotësin kryesor dominues në zonat brejtëtare, ato që janë të monitoruara, edhe vetë Miljo Kontakti, por edhe partnerët të tjerë kanë monitoruar disa nga pikat kryesore zonat brejtëtare të Bashkisë së Durrësit, dhe ato që janë potencial kryesor të këtyre mikroplastikave është plepat edhe ishmi. Rreth 58.5% e këtyre mbetjeve të identifikuara në zonën e Durrësit lidhet kryesisht me aktivitetin turistik dhe rekreativ gjatë sezonit veror. Edhe profesoresha e përmendi që shumica e këtyre mbetjeve të mikroplastikës ose të plastikës në tërësi vijnë nga aktivitetet që kryhen pranë zonave si mund të jetë bregdetare apo zonave apo baseneve lumore. Të dhënat për Durrësin nuk po i përmend sepse unë i përmenda tashmë në prezantimin tim. Ku janë zonat më të prekura gjatë nga plastika të themi në bashkinë e Durrësit, janë kryesisht Gryka e Ishmit, zona e plazhit, Plepat dhe Porto Romano. Së fundi është shtuar Porto Romano për arsyen e vetme sepse kemi një zhvillim edhe të portit në Durrës, që do jetë edhe një nga ndotësit edhe më të mëdhenj të mbetjeve të plastikës në anën detare, kështu që duhet të jetë edhe një pikë të themi për të monitoruar në vazhdim nga shumë organizata, jo vetëm nga organizatat lokale, por edhe nga ato që profesoresha përmendi, edhe nga BIMEDi, ndoshta do të jetë një nga pikat kryesore që do të parë në të gjithë brezin e gjelbërt ose të gjithë brezin që ne kapim në Shqipëri për ndotësit. Pse është kritike kjo lloj gjëje, apo pse është kritike mikroplastika në jetën tonë të përditshme, sepse në fakt ajo ndot zinxhirin ushqimor, dëmton biodiversitetin detar, atë që ne duhet ta mbrojmë sa më shumë, ndikon në shëndetin e qytetarëve dhe ul atë që themi cilësinë e turizmit. Këto ata që prodhojnë më së shumti nga vëzhgimet tona në terren janë industria e turizmit, u përmend edhe më përpara nga Horeca, nga sistemet Horeca, hotele, restorante dhe cateringje, nga tekstilet sintetike, nga larja e rrobave tonave të përditshme, duke mos pasur dhe këtë pjesën e mos filtrimit të mbetjeve nga mikroplastika, ndodh edhe pjesa e ndotësve të tjerë që vijnë nga përdorimet shtëpiake të tekstileve apo të larjeve të rrobave, sikundër dhe degradimi mbetjeve plastike në natyrë, të cilat mund të jenë disa vjeçare dhe nuk janë të pastruar apo të mirë ndara. Qëllimi i ujrave të pastër, siç u përmend edhe në fillim nga titulli, nuk është vetëm ndërgjegjësimi, por edhe implementimi i zgjidhjeve konkrete dhe të matshme. Kjo do të sjellë reduktimin e mikroplastikës në nivel lokal, pra në Durrës, ndryshim të sjelljes së komunitetit që ne përmendëm që është paksa e vështirë të bëjmë edhe ndryshimin e këtyre stereotipeve që shpesh komunitetet tona hasim dhe duhet të ndryshuar, është testimi i zgjidhjeve praktike, pra vendosja e filtrave
aty ku është pika më hotspot e të gjithë mikroplastikave të prodhuara apo edhe të trajtimit të ujrave nga përdorimet e përditshme në shtëpi dhe monitorimi vazhdueshëm, sepse dhe monitorimi vazhdueshëm do të na japë në një qasje se ku janë këto pika më hotspot për të dhënë edhe më shumë ndërhyrje. Sepse shpesh herë themi që pikat më të rëndësishme janë 1, 2, 3. Në fakt mund të ndryshojnë, sepse edhe me zhvillimin urban që postojnë qytetet tona, ka një ndikim shumë të rëndësishëm edhe monitorimi vazhdueshëm. Dhe është rritja dhe ndërgjegjësimi i personave. Si organizat lokale, qasja jonë është nga bottom up, pra nga komuniteti, gjithë gjëja vjen nga ndërgjegjësimi i komunitetit, është ajo kombinimi i teknologjisë dhe edukimit, pra së pari duhet të edukojmë qytetarët tanë për ndërhyrjet e reja që mund të ndodhin në komunitet, por edhe kjo me kombinimin e teknologjisë, sepse të dhënat janë shumë të rëndësishme për tu përdorur më pas në pushtetin lokal apo edhe në instanca dhe më lart. Duhet bërë pilotimi dhe shkallëzimi këtyre qasjeve që ne mund të kemi në komunitet, është bashkëpunimi multiaktorësh. Shumë mirë u përmend që në këtë ndërhyrje nuk janë vetëm komunitetet, janë bizneset, ata që ndikojnë në këtë zhvillim apo në këtë qasje që ne duhet kemi, por edhe instancat e më larta, që të themi në rastin tonë është Bashkia e Durrësit dhe më tej edhe në Ministritë të përkatëse. Pra ky duhet të jetë një model i integruar që lidh komunitetin, teknologjinë dhe së fundmi dhe politika që janë ato ndikueset më kryesore të komunitetit. Në fakt unë kam vendosur një foto, kjo është marrë edhe nga një projekt që është bërë më përpara në bashkëpunim dhe me organizata të tjera, kush mund të jenë qasjet. Profesoresha tha shumë mirë që ishte kjo kafja e vogël në Bashkinë e Tiranës ku ndite plastikën. Në fakt ky është peshku gobi ose vetmi peshk që duhet haj mbetjet e plastikës për mos prodhuar më tej plastik në qytet, të cilat më pas depozitohen në zonën e plazhit apo në zonën pranë baseneve ujore. Zgjidhjet propozuara nga organizata vijnë që duhet kemi filtra për mikroplastikën si në familje ashtu edhe në biznese, monitorim komunitar i ndotjes, sepse vetë komuniteti duhet i monitorojë këto, fushata ndërgjegjësimi, pra edhe pse janë bërë monotone të themi fushatat, ne duhet vërtet i bëjmë të fushata ndërgjegjësimi, jo vetëm me komunitetin rreth e përqar, por në ato institucione të cilat janë prodhuesit kryesore të mikroplastikës apo plastikës, siç mund të jenë shkollat. Shkollat janë gjeneruesi më i madh i mbetjeve të plastikës në secilën bashki, jo vetëm në Bashkinë e Durrësit, por në secilën bashki. Dhe praktika zero plastik që u përmend edhe nga profesoresha, që në zero hotele, zero plastik, gjë që ndikon shumë edhe në qytetin e Durrësit, duke qenë se është të themi qytet turistik dhe bregdetar. Këto janë zgjidhjet konkrete dhe testueshme në terren, pra si kundër thash për peshkun gobi. Një gjë shumë e rëndësishme është kur angazhohet komuniteti. Pra është komuniteti ai kryesori që luan rolin kryesor në reduktimin e mikroplastikës. Kjo mund të jetë nëpërmjet workshopeve në shkolla. Ne kemi, të themi, në Bashkinë e Durrësit janë mbi 45 shkolla, të cilat janë themi gjeneruesit kryesor, aksione pastrimi në Bregdet, këto duhet të jenë edhe më të shpeshta, jo vetëm gjatë ditëve kryesore që mund të mjedisi që mund kemi, por edhe aksione të hermbashershme, kjo duke fuqizuar edhe të themi personat kryesor brenda shkollës, iniciativa rinore, hartëzimi ndotjes nga qytetarët. Pra, edhe ky hartëzimi duhet të vijë nëpërmjet teknologjisë, sepse teknologjia na jep atë të qasjen e të thënë që ky vend është i pastruar, ky vend është akoma i ndotur dhe sa herë duhet pastruar, sepse shumë e rëndësishme. Ajo që ne synojmë apo që kemi në fokusin tonë si target grupe janë të rinj nga mosha 12 dhe 25, sepse janë ato persona të cilët ndikojnë në fakt në prodhimin e mikroplastikës apo plastikës në përgjithësi, janë biznese turistike horeka, familjet urbane, gratë dhe komunitetet vulnerabël. Gjithashtu një anë kryesore e projektit apo idesë projektuale është dhe teknologjia, ku disa mjete kryesore që ne synojmë
apo themi kemi idenë për t'i përdorur, janë këto mjetet Cobot Toolbox për mbledhjen e të dhënave, geotagging i ndotjes, fushata digjitale dhe platforma për raportimin qytetar. Ne shohim shumë të rëndësishëm edhe pjesën e bashkëpunimit lokal. Një nga aktorët kryesor në këtë projekt ose në këtë ide projektuale është edhe Bashkia e Durrësit, shkolla dhe universitete, duke qenë se qyteti i Durrësit ka një universitet, ky është edhe gjeneruesi kryesor ndërmjet disa shkollave që ne i kemi, janë OJF lokale dhe biznese turistike që i kemi pafund. Çfarë shohim ne në fakt si sfida kryesore në këtë projekt ose mini projekt është ndërgjegjësimi i ulët për mikroplastikën. Është ajo qasja që sapo e përmendëm, është mungesa e infrastrukturës që është shumë e rëndësishme sepse pa një infrastrukturë kryesore ti nuk mund të bësh të gjithë apo të implementosh projektin, gjithashtu dhe angazhimi i ulët i bizneseve, kjo vjen edhe nga pjesa e kulturës së biznesit apo idesë qasëse që kanë bizneset ndaj ndërhyrjeve të reja. Te zbatimi i dobët i ligjeve që më së shumti hasim në të gjithë territorin e Shqipërisë. Çfarë shohim ne si mundësi me Mission for Water është pilotimi i teknologjive për filtrim, shkëmbim praktikash rajonale, projekte bashkëpunimi që mund të jenë shumë të mira, edhe ndërmjet këtyre organizatave që jemi sot apo edhe pjesëmarrësve që ne jemi sot, mbështetje teknike, ne kërkojmë një mbështetje teknike, edhe pse qasjen e kemi ndaj anës teknike, por gjithmonë gjërat e reja janë ato që na vënë edhe motorët në lëvizje. Çfarë shohim neve që ky projekt, pra Mission for Water, është një platformë ideale për shkallëzim dhe inovacion. Ai mesazhi im final për të gjithë këtë është ngadotja e padukshme tek zgjidhjet e dukshme, komuniteti është çelësi. Pra ne shohim që komuniteti është ai të themi target grupi kryesor dhe çelësi të gjithçkaje për të bërë ndërhyrje. Shumë faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje, nëse ka një reagim. Reagimet do t'i kemi në fund. I mbani shënim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishte veçanërisht interesante, me thënë të drejtën, që të shohim se si ndërgjegjësimi, edukimi dhe përfshirja aktive qytetarëve mund të çojnë në ndryshime reale në sjellje dhe në një mirë menaxhim të përditshëm të ujrave dhe mbetjeve. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani kalojmë në fakt te një këndvështrim tjetër shumë interesant që lidh teknologjinë me mjedisin. Ftoj zotin Koi Barbullushi, që na vjen nga si përfaqësues i Universitetit Marin Barleti, me temën mikroplastika dhe printimi 3D nga ndotja tek zgjidhjet përmes inovacionit. Fjala është për ty, Koi. Përshëndetje, si jeni? Albana, da hapësh pak prezantimin apo da? Ja, tani. Faleminderit. Okej. Atëherë, mikroplastika dhe printimi 3D. Atëherë, kohët e fundit printimi 3D ka marrë një bujë shumë të madhe dhe po zhvillohet ditës me hapa galopant. Por zhvillimin më të madh po e bëjnë njerëzit se sa po e bën vetë industria, sepse janë duke eksperimentuar me shumë gjëra të ndryshme, modele të reja, modifikime etj. Dhe për ta bërë sa më të thjesht, njerëzit blejnë printerat të cilët janë për përdorim vetjak dhe shtëpiak, të cilat burimi kryesor të përdorimit më lëndës parë kanë fijen plastike të llojeve të ndryshme, PLA, ABS, PETG, që është plastika shisheve të ricikluara etj. Shpesh herë printimi 3D quhet ndryshe teknologjia speciale me shtim, që do të thotë çdo gjë shtrohet stres mbas strese. Dhe me krijimin e një shtres pas strese, fija në printimin FDM përdor një fije të hollë ose paleta të ndryshme që janë përsëri plastike dhe ato kanë nevojë që të shkrihen për të arritur për të krijuar modelet kryesore. Por shkrirja krijon shumë probleme, sepse në momentin që shkrihet,
plastika fillon dhe lëshon në ajër mikroplastika të vogla, që sfidat kryesore mjedisore në këto moment që flasim për në momentin që vendoset printeri 3D në punë, janë ndotja e ajrit, mbetjet fizike dhe mikrogrimcat. Atëherë, gjë e parë që bën ajo është krijon direkte aromë, lëshon toksina në ajër, jo direkt të dëmshme, por nëse janë të vazhdueshme mund të kthehen të dëmshme, dhe lëshon aromë dhe mikroplastik në përmasa tepër të vogla dhe shumë të pallogaritshme, por ajo i lëshon. Dhe kjo është një ndër problemet kryesore që po hasin të gjithë në momentin që po përdorim printera 3D, sepse është rreziku i toksinave dhe i mikroplastikës që po vjen dhe po rritet shumë, sepse njerëzit po përdorin printerin 3D në masë, jo vetëm për përdorime për punë, por dhe për hobi dhe për dëshira, në rast për të printuar një aksesor, për të printuar diçka që i mungon në shtëpi, një pjesë plastike të cilën nuk duan ta blejnë, por duan ta personalizojnë. Atëherë printimi 3D sot ka marrë një masë të madhe dhe përdorim shumë të madh në çdo gjë. Është bërë një hobi sesa një mjet pune ose një tull që ne mund ta përdorim. Atëherë, mund të kalojmë ke pjesa tjetër, Klude? Ke slide tjetër? Po. Atëherë, po ta shikoni këtu kemi në fotografi këtu kemi një filamenti i cili ka dimensione të ndryshme, por më i përdorshmi është 1.75 mm. Dhe në këtë moment ajo futet brenda në ekstruder, që ka temperatura të ndryshme shkrirje mbi 200 gradë deri në 300 ose 400 gradë, varet gjithmonë nga lloji i filamentit që neve po përdorim. Dhe ajo bën shkrirjen dhe ajo zbutet, por në momentin që filamenti plastik fillon dhe zbutet, ajo direkt lëshon aroma dhe toksina. Në bazë të filamentit kemi dhe lloje të ndryshme të toksinave ose rrezikshmërisë janë, si për shembull materiali ABS fliron më shumë grimca se sa të gjithë materialet e tjera, si PETG-ja, si FC-ja, si fibra karbonit, si PLA-ja etj. Dhe një ndër gjërat më kryesore janë toksinat që lëshojnë këto filamente. Në bazë të filamentit është edhe rrezikshmëria. Nuk po flasim rrezikshmëri të madhe që po ishte në kontakt direkt me ato aromë ose me ato mikroplastika, mund të ndodhi diçka e keqe, por nëse bëhet e përsëritur dhe shumë kohë e vazhdueshme, mund të jetë një problem tepër i madh për pjesën e shëndetit dhe mund të hapi shumë probleme, sepse mund të mbushemi plot në mushkërit tona, që është pjesa e parë. Dhe këto printera, të cilët kanë nevojë që përdorin shkrirjen e filamentit, kanë nevojë gjithmonë një ambient sa më të ajrosur, sepse aroma nuk ka nga të qarkulloj dhe ngelet gjatë gjithë kohës. Po ashtu dhe mikroplastika. Me zhvillimin e teknologjisë dhe njerëzit që janë duke bërë gjithmonë sa më shumë prova për të arritur për të minimizuar gjithçka të mundshme, kanë filluar duke i shtyrë dhe kompanitë e mëdha të printimit për të arritur për të krijuar gjithmonë printere 3D të mbyllur, që do të thotë kanë një filter, kanë një ventilator, kanë dhe një tub i cili nxjerr jashtë të gjithë aromat dhe mikroplastikat që mund të ndodhin brenda një pritimi. Le të themi është një kuti e mbyllur, të cilën ti e hap vetëm në momentin që ti do të heqësh printimin ose që shikon që printimi jonë është duke dështuar dhe është duke bërë fail. Mund të kalojmë tek tjetra? Faleminderit. Dhe në momentin që neve kemi fail ose dështime në printim, po ashtu krijon një tjetër burim sekondar ndotje, sepse ndotje sekondare, printimi është suport. Dhe krijon ndotje në pjesën e dështimit të filamentit, të printimit të tjerë, por një hap tjetër që krijon shumë papastërti ose mikroplastika në ambient është edhe post processing ose thjesht që mund ta shqipërojmë pjesa mbas printimit, sepse gjithmonë neve mbasi mbarojmë një printim 3D mund të arrijmë të shikojmë shtresat të cilat janë të hedhura me njëra tjetrën. Dhe në atë moment varet gjithmonë se për çfarë përdorimi do e kemi ne gjën e printuar në printer 3D, për dëshirë, për punë, për një aksesor që duhet të jetë detajuar etj. Dhe çfarë bëjmë me anë të mjeteve të ndryshme, limuese, gryrëse etj. Neve fillojmë dhe bëjmë pjesën e mbas printimit që mund që të arrijmë në produktin ton final. Por në çdo moment që neve
kalojmë letrën zmerile për të bërë një zmerilim të saj, ajo direkte lëshon mikroplastika në ajër, duken si të padëmshme, duken sikur është një plur i thjesht, por në të vërtetë është thjesht mikroplastik, është plastik e bërë në copa shumë vogla sepse ti po e zmerilon atë dhe po e bën sipërfaqen sa më të lëmuar. Dhe kjo është një burim tjetër i mikroplastikës që duam dashje ose pa dashje ndodh në momentin që neve kryejmë këtë lloj procesi për zmerilimin dhe pastrimin e saj. Në kalojmë te tjetra? Atëre, siç e shikoni, zakonisht në pjesët kur bëhet post procesimi, zakonisht bëhet në kuti të mbyllura, hermetike, nëse është e mundur, me tullse, me vegla që nuk janë në kontakt me mjedisin ose pas janë pastruar brenda kutisë, atëherë mund të nxirren jashtë. Duhet mbajtur gjithmonë një maskë e cila bën filtrimin e ajrit nga mikroplastikat dhe zakonisht përdoren drita të ndryshme për të parë nëse mjedisi është shqetësuar, pluri ka rënë dhe pjesa është gati për të nxjerrë nga kutia, sepse edhe pse duket sikur momentalisht terreni mund të jetë shqetësuar nga pluri dhe të ketë rënë në tokë, përsëri duhet lënë një kohë goxha e gjatë që neve duhet ta nxjerrim atë gjë që kemi mbaruar, sepse mikroplastikat mund rrezikojnë të kalojnë në ambient dhe në mushkrit tona. Kalojmë te tjetra lutem? Ndikimi mjedisor. Përsëri ke tjetra? Atëherë, ndikimi në cilësinë e ajrit. 90% e grinca janë ultra të imta. Atëherë, printimi 3D, në momentin që neve fillojmë bëjmë printimin, fillon extruderi ngrohet, filamenti duke shkrirë dhe duke hedhur shtresat njëra mbas tjetrës për të arritur për të krijuar modelin që neve duam, neve nuk e kuptojmë se sa është madhësia atyre mikroplastikave. Dhe siç është edhe e prezantuar këtu, grimcat më të vogla se 100 nanometra mund të qëndrojnë në ajër për orë të tëra dhe përtojnë thellë në mushkrit tona. Ky është një problem shumë i madh, siç u thash, që shumë kompani po i kalojnë printerat nga të hapur, siç kanë qenë para disa vitesh, në të mbyllur që të jetë mundësia e minimizimit të gjithë këtyre mikroplastikave kaq të vogla duke u filtruar dhe duke u nxjerrur direkte në ambientet e jashtme me anë të tubave dhe filtrave. Kalojmë lutem. Zgjedhjet e qëndrueshme, atëherë, po. Okej, kalojmë, po. Atëherë, që të arrijmë për të pasur për të ulur sa më shumë përdorimin e plastikës, për të ulur sa më shumë mikroplastikë në ajër, ka gjithmonë zgjidhje, përveç filtrave, printerave të mbyllur, ose kutive për post processing që përdoren për zmerilimin e tjerë, gjithmonë kompanitë po arrijnë dhe po mundohen të nxjerrin sa më shumë filamente që janë eco-friendly, janë për mjedisin, për njeriu, që mos kenë probleme njerëzit të cilët i përdorin nesër pas nesër. Dhe një ndër filamentet një ndër fijet e printimit më të përdorura aktualisht, më të thjeshta dhe më safe, më të sigurta, është PLA-ja, e cila sot ka një përdorim shumë gjerë, është kallçuku i lodrave, si ato lodrat e vogla të kallçukut për fëmijë, ajo përdoret më tepër për të printuar pjesë të cilat nuk janë shumë të durueshme, janë biodegraduese, që do të thotë mbas një periudhe të kohe ajo fillon degradon, tretet e tjerë. Filamenti ricikluar, kemi përsëri filamenti ricikluar është që ti nuk e merr plastikën të virgjë direkte nga plastiki dhe ti e bën filament, por pjesët të cilat ti i ke printuar, kanë dështuar, suportet që duhen gjatë printimit, gjërat e ndryshme që mund të kesh printuar më përpara që nuk të duhen më, ato coptohen në copa shumë të vogla, kalojnë në një makineri tjetër e cila bën shkrirjen dhe bën përsëri fyëzimin, dhe prandaj quhet filament ricikluar, sepse ti e ke ripërdorur atë dhe e ke futur përsëri në punë, ke bërë një filament tjetër, pa pasur nevojën e shfrytëzimit burimeve natyrore për të krijuar një filament të rëndësishëm nga e para. Biokomponentët, materialet biodegraduese, siç e shpjeguam, që janë gjithmonë duke avancuar për të qenë sa më friendly me njeriu dhe me mjedisin. Kalojmë ke tjetra. Filtrat, siç e shikoni, zakonisht po të shikoni brenda xhamit, është një printer prusa
i thjesht, normal, MK3S ka dalë në vitin 2017, mos gaboj, dhe ai është totalisht i hapur. Kontakti me mikroplastikat është i menjëhershëm, me aromën po ashtu është i menjëhershëm. Kutia të cilën personi ka krijuar ose kompanitë të cilat po fillojnë prusa, po vazhdon të krijojë printera të mbyllur, është një ndër zgjidhjet më të mira. Pse? Sepse ai ka vendosur një ventilator brenda, ka vendosur një mbulesë xhami që ai dhe të bëjë izolimin e pjesës ballore, por dhe të ketë vizibilitet të shikojnë nëse printimi është në rregull apo jo, ose është duke dështuar. Po ashtu ka një filtr, ka dhe një ventilator i cili bën nxjerrjen e komplet ajrit të ndotur, le të themi, me mikroplastik dhe me aromë të keqe, e bën të dalit direkt e jashtë, duke përdorur filtrin HEPA, karbonin aktiv, ventilim aktiv e tjerë. Kaloj? Siç u thash, riciklimi i mbetjeve. Atëherë, copat e ndryshme mund të jenë copa plastike të mëdha, të vogla, materiale të ndryshme që mund të jenë printuar dhe nuk përdoren më, fillojnë dhe grihen. Po të shikoni në krahun e majt, grirja e mbetjeve. Fillojnë e grihen, kalojnë në shredder të vegjël ose të mëdhenj, i cili ai bën në copa shumë të vogla, 3 ose 4 mm, 5 mm, që të jenë sa më kollaj që të shkrihen. Më vonë, përpos kësaj kalojnë tek ekstrudimi i filamentit. Të gjitha copat e vogla që janë të grira kalojnë tek një makineri tjetër e cila bën shkrirjen total të gjithë plastikave dhe më vonë filizimin e saj që arrim në produktin përfundimtar i cili është në krahun e djathtë, filamenti i ricikluar i cili mund të përdoret përsëri për të printuar 3D. Kalojmë tutje? Faleminderit. Keni ndonjë pyetje për momentin? Po, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju. Me sa kuptova unë, në fakt printimi 3D nuk qënë ka vetëm një teknologji prodhimi, por mund të shërbejë dhe si një mjet për të ripërdorur materialet plastike dhe për të reduktuar mbetjet duke kthyer ato në produkte me vlerë. U duk shumë tërheqëse, në fakt tërheqësi ishte mënyra se si u lidh mikroplastika si një problem serioz mjedisor me potencialin e teknologjisë për të krijuar zgjidhje konkrete. Kjo ishte shumë Atëherë printimi 3D sot përpos njerëzit që cilët janë duke zhvilluar në masë, një ndërtoj jam edhe unë sepse unë gjatë gjithë kohës merrem vetëm me pjesën e printimit 3D me printera 3D, por thjesht dhe me pjesën e riciklimit. Unë një pjesë të këtij procesi të riciklimit kam arritur ta bëj dhe vetë, kam krijuar një shredder nga e para për temën time kur kam qenë student, bëra temën time diplomës. Krijova një shredder që jo vetëm plan e thjesht mund ta gri, por grin edhe pjesën e shisheve plastike, të tapave të shisheve plastike, të cilat krijojnë një ndotje shumë të madhe për mjedisin dhe të arrit të kthejmë filament të ripërdorshëm për nevojat ndryshme, qoftë për vete, qoftë edhe për biznes ose për të shitur ose varet gjithmonë nga nevoja që mund të jetë. Alban, unë kisha një pyetje për Coin. Shumë faleminderit, ishte shumë interesant. Në fakt, produkti që Gena, sorry. Më kalëm pyetjet mbas që të prezantoj dhe Kledisa, të lutem. Mbaj, shënim, mos e harro. Të lutem, mirë. Okej. Unë tani ftoj Kledisën, zonjë Kledisa Çela nga ETMI, e cila do të prezantoj projektin Joinable nga mbetje në mundësi. Kledisa, nuk e di më dëgjon? Po ju dëgjoj, po juve më dëgjoni mua mirë? Po. Po ju kërkoj shumë ndjes për zhurmat, por për shkak të një anulimit fluturimit, mu desh të hyja nga aeroporti. Shumë ndjes për sot. Prezantimin do ta ndash vetë, besoj. Po i bëj share prezantimit. Besoj është i dukshëm? Ja, një moment, lutem. Po, vetëm lutem mund ta zmadhosh pak? Ja, vetëm një sekond. Ose është në rregull. A shkoni prezantimi? Po, shohim. Po, mund të vazhdosh.
Përshëndetje të gjithëve, unë jam Kledisa, jam përfaqësuese e organizatës Etni dhe sot do të bëj një prezantim të një projekti që ne jemi duke zbatuar në kuadër të projektit IPA Adrion. Projekti titullohet Joinable dhe kryesisht fokusohet në pjesën e ndotjes nga plastika, por në rastin ton fokusi është më shumë tek makroplastika dhe jo tek mikroplastika. Fillimisht dy fjalë për projektin. Projekti zbatohet në zonën IPA Adrion, pra pjesë e detit Adriatik dhe detit Jon, dhe është në bashkëpunim me 6 shtete, 6 partnerë nga 6 vende, nga Italia, nga Kroacia, Malizi, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Greqia, dhe synimi i këtij projekti është që të rrisë zhvillimin e një ekonomie qarkulluese blu, e cila bazohet në mbetjet plastike të cilat grumbullohen në mjediset ujore. Fillimisht, në fazën e parë të projektit ne kemi bërë një analizë të situatës aktuale në lidhje me kuadrin ligjor dhe me gjendjen aktuale e cila përfaqëson jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet e tjera. Më pas kemi vijuar me trajnimin e secilit prej partnerëve mbi metodologjinë e monitorimit të mbetjeve makro në zona detare, në plazhe, dhe më pas, në vitin e ardhshëm, të gjitha këto mbetje të cilat kanë një kualitet të caktuar, nëpërmjet kompanive të riciklimit do të rikthehen në produkte. Siç e përmenda edhe më parë, ne jemi 9 partner në projekt, ku koordinatori është i bashki nga Kroacia, bashkia Punat. Kemi partner nga Italia, nga Kroacia, nga Greqia, dhe në Shqipëri, zona në cilën ne bëjmë monitorime është Bashkia e Vidjakës, e cila është dhe partneri drejt për drejt në projekt. Në projekt ne kemi filluar me monitorimin e mbetjeve makro në territorin e Bashkisë Vidjak, dhe në harta tregohen pjesa e koordinatave ku jemi duke kryer aktualisht monitorimet në anën e majtë të slajdit, e cila ndodhet në afërsi të urës së Vaut, plazhi i cili ndodhet në afërsi të urës së Vaut, dhe harta në të djathtë është harta në të cilat ne do të realizojmë aktivitetet e pastrimit, të cilat janë në afërsi të grupderdhjes të lumit të Shkumbin. Përzgjedhja e këtyre pikave në fakt jep një protokoll të caktuar, pasi pjesa e monitorimeve për shembull nuk mund të kryhet në grupderdhjen e lumeve, pasi këto konsiderohen zona hotspot për sa i përket sasisë të mbetjeve, pasi akumulohen nga derdhjet e lumeve në rrjete. Sipas planit të aktiviteteve, ne monitorime do t'i kryejmë 4 herë gjatë vitit, pra në stinë të ndryshme. Kemi filluar vitin e kaluar me stinën e deshës në nëntor, kemi kryer shkurtin që i përket stinës së dimrit, dhe prillin që i përket stinës së pranverës. Pra deri më tani kemi kryer këto monitorime dhe do të vijojmë edhe në muajt në vijim sipas protokollit dhe metodologjisë. Dy fjalë për metodologjinë, pak shkurt. Kjo metodologji fokusohet në kategorizimin e mbetjeve, të cilat grumbullohen në 100 metra linear vijë bregdetare, dhe në numërimin e tyre dhe klasifikimin e tyre sipas një katalogu të saktuar. Në total ne do të kryejmë 6 monitorime, ndërsa aktivitetet pastrimi do të jenë më shumë, duke përfshirë aktivitetet të cilat do ndodhin në të njëjtën vendodhje me zonat ku bëhet monitorimi, por edhe 2 aktivitete të tjera të cilat do të kryhen në grupderdhjen e lumit Shkumbin. Rezultateve që ne aktualisht kemi nga 3 monitorime që kemi kryer, sasia e mbetjeve të grumbulluara në 100 metra linear është shumë e madhe. Pra në muajin nëntor për shembull, sasia e plastikës shkon në afërsi 17 kg, ndërsa mbetjet të tjera 12 me përafërsi kilogram. Diferencën e kemi pas për supozohet që mbasi ne kryejmë një monitorim, herën tjetër kur do të kryejmë monitorimin në 3 mujorshin e ardhshëm, supozohet që sasia e mbetjeve të bjerit, por në fakt në rastin e Bashkisë Divjak, në fakt jo vetëm në këtë lokacion, por në këta lokacionet që ne po monitorojmë,
në muajin shkurt kemi parë një rritje shumë të madhe të sasisë së mbetjeve në të njëjtin 100 metër, kjo për shkak të shirave të shumta që ne patëm në gjithë territorin e Shqipërisë dhe të gjitha prurjet që lumenjt kishin drejt deteve. Dhe kjo ndikoi edhe në sasinë të cilat u akumuluan në moshën në cilën ne kryejmë monitorim. Ndërkohë nëse krahasojmë të dhënat me të dhënat e muajit prill të muajit të kaluar, shohim që sasia e mbetjeve është goxha e reduktuar, pasi dhe prurjet që ishin nga lumenjt drejt detit ishin edhe më të vogla. Kjo për fakti duhet marrë në konsiderat edhe fakti që sezoni turistik gjatë kësaj periudhe, duke nisur nga nëntori, shkurti dhe prilli, nuk është zhvilluar. Edhe pse zona në cilën ne kryejmë monitorime është plazh publik, por nuk përdoret nga turistët për të vizituar apo për të pushuar. Ndërkohë në tabelën e dytë është numri i mbetjeve të cilat ne kemi identifikuar në 100 metra. Shikojmë që numri i mbetjeve në fakt është shumë i lartë dhe sipas standard të protokollit duhet të jetë 20 mbetje në 100 metra. Sipas grafikut jemi shumë lartë. Ku mëndin e kemi pasur në shkurt me rreth 670 mbetje në 100 metra vibri detare të monitoruara. Albana, mund ta shkojmë slajdin tjetër se nuk po më ndrohet. Duke tabela e radhës? Jo, vetëm grafikët po shohim. Albana, Vetëm grafikët po shohim. dëgjoni? Po të dëgjojmë, me pak zhurmë po të dëgjojmë. Pas grafikut doli një tabelë? Jo. Po tani? Jo, ende. Po ta bëj edhe një herë share? Po tani doli. Okej. Sipas kësaj tabelës janë mbetjet të cilat gjenden me numrin më të madh, ku për të dyja fushatat e monitorimit që kemi kryer, pasi për të drejtën të dhënat nuk janë validuar ende, në vendin e parë, le ta themi në këtë forme, janë paketimet të cilat vijnë ambalazhet, të cilat përdoren përgjithsisht për vërsirat, për patatinat, ku në muajin nëntor kanë qenë në sasi më të lartë, ndërsa në muajin shkurt më të ulët. Gjithashtu, një tjetër mbetje e cila gjendet më së shumti në këtë zonë në cilën e po monitorojmë janë dhe qeset plastike apo qeset të cilat përdoren zakonisht për supermarkete apo për pazare, ku janë në sasi 79 pothuajse njësoj. Në vendin e tretë janë shishet plastike më të vogla se 0.5 litra, pjesa e fragmenteve nga polisteroli, shishet plastike më të mëdha se 0.5 litra, kapak plastik të shisheve, pra nëse i referohemi për shembull kësaj lloji mbetje në 100 metra të gjesh 32 tapa shishesh janë një sasi e konsiderueshme. Megjithatë, krahasuar dhe me vendodhjet të tjera në të cilat ne kryejmë monitorime, kjo zonë nuk konsiderohet dhe aq e ndotur sa për shembull monitorimet të cilat ne jemi duke kryer në basenin e lumit Ishëm, ku në 100 metra ne mund kemi gjetur edhe 200 apo 300 tapa shishesh. Në vim janë disa foto nga aktivitetet e monitorimeve të cilat ne kemi kryer në plazhin e Divjakës. Aktivitetet e pastrimit aktualisht kemi kryer 2, një në muajin nëntor dhe një në muajin prill. Ku në nëntor për shembull totali mbetjeve të cilat kemi grumbulluar ka qenë 164 kilogram. Pjesa më e madhe kanë qenë mbetje plastike, edhe në aktivitetin e dytë që kemi realizuar në prill, sasia ishte edhe më e madhe në këtë rast, rreth 258 kg,
ku edhe në këtë rast mbetjet plastike dominonin më së shumti. Unë kaq kisha, në fakt doja të përmendja, duke qenë se ne akoma nuk e kemi nisur paketën e punës tretë, e cila fokusohet tek kthimi i mbetjeve në produkt. Nuk isha diçka për të prezantuar në lidhje me këtë aktivitet, por ajo që presuppozohet në vijim është që të gjitha mbetjet të cilat këto të mblidhen dhe janë në gjendje për të ripërdorura, për të ricikluar, do të prodhohen produkte të reja në vijim. Ajo që doja të theksoja në fakt, sepse edhe tematika e webinarit sot lidhet edhe me faktin e bashkëpunimit midis OJF-ve, institucioneve publike apo dhe bizneseve. Në fakt, në këtë rast, duke qenë se Bashkia Divjak ka qenë partnere e drejt për drejt e përfshirë në projekt, angazhimi i tyre ka qenë maksimal. Edisa, faleminderit. Dhe Besoj të internetit. përsuar më dëgjon? Po tani po ke shkëputje interneti. Tani dëgjohem? Po. Po thoja që bashkëpunimi me Bashkinë ka qenë shumë i mirë dhe ata e kanë parë këtë projekt si një mundësi për të përmirësuar pjesën e ndotjes nga plastika, por edhe për promovuar pjesën e turizmit, duke qenë se janë një bashki e cila janë fokusuar edhe në fushën e turizmit gjithashtu. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje. Faleminderit Ledish, po ja tani do fillojmë në sesionin e diskutimeve. Shumë faleminderit. Mund të bëj stop sharing? Okej. Faleminderit. Besoj është okej tani. Po. Tani do doja ta kthenim këtë pjesë në një diskutim sa më interaktiv. Mund të filloj me pyetje, me sugjerime. Migena, me qëse ta ndërpreva, më fal, mund të drejtosh pyetjen Kojit. Koj është ende këtu, besoj nuk ka dalë. Po, në fakt ishte shumë interesante mënyra si ktheheshin këto plastika në produkte të tjera, por pyetja ime që ishte që këto produkte që dalin, a janë produkte të miratuara, pra janë produkte që mund të përdoren për përdorim të gjerë, apo janë thjesht produkte të dala pa një certifikim brapa që janë të përdorshme edhe për të themi, nuk e di, Koji besoj se e tha që janë për përdorim të lodrave, diçka e tillë, dhe a janë këto të certifikuara, se shpesh herë neve mund të bëjmë rikthimin e diçka e të vjetër në diçka e të re, por gjithmonë duhet marr parasysh edhe kjo mbrojtja e konsumatorit që ne duhet ta kemi gjithmonë në vëmendje, sepse shpesh herë mund të japim probleme, ashtu si kundër tha që në përdorimin e tyre në laboratore që ato janë printera të mbyllur, kanë një certifikim besoj të caktuar që këto laboratora apo këto printera kanë. Kjo ishte një pyetje që unë do i drejtoja Kojit. Nuk e di nëse Koji është. Po, atëherë. Dëgjohem? Po. Okej, atëherë, shumica e këtyre produkteve që rifuten përsëri, domethënë filamenteve që rifuten përsëri në treg, është zgjedhja e gjithë cilit person nëse do të blej diçka të ricikluar apo nuk do. Është shumica e gjërave janë open source, janë të hapura që mund të shkarkohen, të printohen në printer në qoftë në një print shop, mund të printohen edhe në shtëpi, sepse printeri është shumë i aksesueshëm për të bler, me një kosto prej 250 €-sh mund të marrë një printer të vogël dhe mund ta mbash dhe në shtëpi. Nuk ka asnjë lloj problemi për këtë pjesë. Zakonisht të gjithë filamentet janë të certifikuar nëse ti e blen në fillim fare nga shitsi, sepse nuk të lë njëri të shesësh një filament nëse nuk është i certifikuar dhe nuk ka plotësuar disa kushte. Dhe më vonë ti kur blen diçka që është me filament të ricikluar, zakonisht është e thënë dhe
je vetë kontient që ti po merr një gjë që është e ricikluar, nuk është një gjë e re, e printuar me filament për herë të parë. Okej. Jena? Albana, mund të shkoj diçka? Po. Lidhe me këtë tematik? Po. Po, Kledisa. Asin të po në cilin e do prodhojmë të produkte të reja, si pjesë e projektit do të përfshijë edhe pasaporta e produktit, e cila do të tregoj të gjithë, le të themi, historikun, ku është marrë mbetja, si është dhe kjo më pas punimi dhe rreziqet që ajo mund të shkaktojë. Pra, çka produktet, nuk po them prodhojmë produkte seri, po të paktën njëri nga prodhuar posa për mbetjet me plastika, duke qenë një produkt sërish, por nga ana tjetër, rrezikshmëria e përdorimit të këtij produkti nuk është e lartë për konsumatorin. Meqenëse është kjo tematik, në fakt, ndjes se unë ndërhyra kështu direkt, mos kishte edhe pyetje të tjera, po doja të ndaja edhe një produkt tjetër. Unë isha në një takim në Greqi dhe për një projekt po i fokusuar në plastik, në ndotje nga plastika. Njëri nga partnerët tanë në Greqi ka prodhuar këto gotat, të cilat janë të biodegradueshme dhe të ripërdorshme, të cilat përdoren për ujë edhe për birra. Pra, janë testuar në laborator dhe rrezikshmëria ndaj konsumatorit është 0. Dhe dëgjohem? Po. Po, Kledisa, të dëgjuam. Okej, se Kledisa ka një shkëputje sot në aeroport. Po, Kledisa, të dëgjuam shumë mirë. Faleminderit. Dhe demonstrimin e gotës. Nuk ju dëgjoj mirë. Okej, le të dëgjuam. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje tjetër, ndonjë sugjerim. Ndoshta nga ato që dëgjuat sot, cilat ide apo praktika ju duken më të aplikueshme në realitetin tuaj. Ashtu siç e përmenda, projekti Mission for Water po punon gjithashtu edhe në sektorin e tekstilit, pra ndotësve që shkaktojnë, që vinë nga sektori tekstileve dhe pajisjeve elektroshtëpiake, të cilët themi janë një ndër elektroshtëpiaket në fakt tekstili, me nga një vëzhgim që kam realizuar unë dhe takimet anime që kemi realizuar me sektorin e tekstilit, me përfaqësues e sektorit të tekstilit, në fakt, një pjesë e mirë e tekstileve, fasonerive, nuk ndotin ujërat. Mund të përmendim këtu ndoshta vetëm këto biznese kompani që ngjyrosin xhinsin apo lëkurën, vetëm këto mundet të kenë një përqindje të ndotjes së ujërave. Realisht, gjitha fasonerit i marrin gjitha produktet, veshjet, coprat, gjitha materialet i marrin gati dhe vetëm realizojnë qepjen këtu. Si mendoni ju? Keni pas një eksperiencë ju vetë me këtë kategori, pra me këto aktor, me këtë target group, apo edhe pse edhe me elektroshtëpiaket? Në fakt, Alban, unë di një kompani që është në Vor, ajo ngjyros pjesën e xhinsave dhe pjesën e derdhjes së tyre e bëjnë nëpërmjet të themi trajtimit ose ndarjes ujrave të përgjithshme të qytetit, gjë që është në fakt e gabuar, sepse ato prodhojnë lëndë tensioative të cilat duhen trajtuar përpara, pra duhet ketë edhe pjesën e filtrimit, ashtu si kundër e përmenda edhe unë në prezantimin tim që filtrimi duhet vijë edhe nga vetë familjarët. Pra, nga familjet, sepse edhe prodhimi dhe larja e rrobave tona të përditshme, e marrim në mënyrë më të thjeshtë mundshme, flas për Bashkinë e Durrësit, janë të gjithë ujrat të cilat nuk trajtohen, thuhet që trajtohen, por nuk trajtohen dhe derdhen të gjitha në një kanal të përgjithshëm i cili derdhet përsëri në det. Ka shumë prodhues Migena, të cilët prodhojnë elektroshtëpiaket, po themi këto firmat më të mëdha që realisht janë të shtrenjta, që kanë filluar po induktojnë, pra po fusin, inkorporojnë këtë filtrin brenda lavatriçes. Do të thënë kanë filluar tani për ta vendosur brenda.
Në mënyrë që në momentin e derdhjes së ujrave, pra të lavatrices, ato të kalojnë në një filtr, pra mos të shkaktoj këndotjen nga mikroplastika që nxjerrin si këto dhe veshjet patjetër, po edhe ilaçet që ne përdorim. Në një koment tjetër, ndoshta mund të dëgjojmë në një këtu besoj kemi dhe nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, nëse vajzat që janë prezente mund na ndajnë diçka me ne, nëse kanë dëshirë, apo dhe media, si ka funksionuar ose kush ka qenë roli i medias në këtë sektor, a ka pas ndonjë ndërgjegjësim, në një lajm. Okay. Nuk kemi, okej. Mirë pra, nëse nuk kemi ndonjë sugjerim, ndonjë rekomandim, unë doja të në fakt të shifja shumë të pjesën e bashkëpunimit midis universitetit, institucioneve apo dhe organizatave të shoqërisë civile, pse jo në studimin e mikroplastikës në ujëra. Unë i falenderoj shumë të gjithëve për pjesëmarrjen. Një falënderim i veçantë shkon për folësit, për kontributin e tyre, shumë të vlefshëm. Shpresojmë që ky webinar, pse jo, të jetë një hap drejt bashkëpunimeve konkrete, kontaktet e njëri tjetrit, njohjet. Ju uroj një ditë të mbar dhe shpresoj që të takohemi, të shihemi në aktivitetet tona të ardhshme të përbashkëta. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat. Mirë, Pafshim. pafshim.